Nderuar miq, ju përshëndes nga studio e emisionit Fusion këtu televizionin Blu TV në këtë transmetim të drejt për drejt. Kjo javë ishte e ngarkuar sigurisht me tema, me ngjarje, me zhvillime pafund dhe sigurisht që kishte edhe ngjarje të cilat lanë gjurmë dhe lënë në vijimësi në përditshmërinë dhe të ardhmen e vendit në nivel kombëtar dhe sigurisht edhe lokal. Ajo që ishte themelore kishte të bënte me raportin, me miratimin e raportit i bar nga Coela, pra grupi punës i zgjerimit pranë Këshillit të Evropës ishte një ngjarje vërtet shumë e rëndësishme për aktualitetin, për perspektivën e Shqipërisë dhe që u prit në këndvështrime me argumenta respektive të ndryshme nga ana e mazhorancës dhe e opozitës. Gjithsesi, sot këtë të premte në mbrëmje jemi pak orë para asaj që në Partinë Demokratike pra pritet me një lloj interesi të veçantë sepse 23 maj i paralajmëruar prej javësh është tani një realitet i cili pritet të konkretizohet pra nesër me zgjedhjet që do të zhvillohen për kreun e kësaj force politike, zgjedhjet të cilat në fakt do të thënë pra kanë një kandidat të vetëm i cili është lideri historik i kësaj partie, pra zoti Sali Berisha. Për të diskutuar temat e kësaj jave, të cilat janë dhe do jenë pjesë e kësaj hapësire televizive, pra e emisionit Fusion, unë kam një panel i cili përbëhet nga Gjergj Nika, antar i Këshillit Bashkiak të Vlorës, opozita, Partia Demokratike, Gjergj, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, faleminderit. Mëtej Edmond Bektaj, opinionist, bashkëpunëtar i emisionit Fusion prej më shumë se një viti. Mondi, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Dhe Ilir Zoto, avokat, gjithashtu opinionist. Ilir, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Ndërkohë në transmetim në lidhje live nga Tirana kam Nikola Kedhi, departamenti Brain Gain dhe antar i sekretariatit të jashtëm në Partinë Demokratike. Nikola, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nësi që je pjesë e panelit në këtë transmetim të drejtë, pra sikundër e thash dhe sikundër është gjithmonë emisioni Fusion që transmetohet çdo të premte në orën 20:00. Ndërkohë, me që je në distancë, do doja ta filloja me ty. Është një moment i rëndësishëm nesër për Partinë Demokratike me atë që dihet, pra procesin zgjedhor, por që ka një kandidat të vetëm. Sikundër dhe e thash në hyrje, i cili është pra zoti Sali Berisha, lideri historik i kësaj force politike. Ditën e nesërme është rikonfirmimi për kryetarin e Partisë Demokratike, për zotin Berisha. Pa diskutim, si çdo proces zgjedhor ka rëndësinë e vet. Ndaj pa diskutim. Partia Demokratike ka prej disa muajsh që është futur në një proces zgjedhjesh, janë zgjedhur që nga kryetarët e seksioneve, grup seksioneve, që nga kryetarët e degëve, pra është bërë riorganizimi i gjithë partisë, rikonfirmim i strukturave, i pozicionit tonë në terren, e etj. Dhe ka ardhur radha e zgjedhjes ose rikonfirmimit në këtë rast të zotit Berisha nëpërmjet një referendumi. Dy terma në këtë proces që unë fakt ju referova quhet proces zgjedhor. Pra, e cilëson edhe rikonfirmim. Që do të thotë është i paravendosur rezultati asaj që pritet nesër në finalizim të procesit të zgjedhjeve? Jo, ky është emri, është proces për rikonfirmimin e kryetarit, duke qenë se nuk ka një kandidat tjetër përballë, do të jetë një referendum, në qoftë se demokratët që do të dalin ditën e nesërme të votojnë, në qoftë se demokratët ditën e nesërme do vendosin që nuk binden nga zoti Berisha, do votojnë jo, në qoftë se binden, do votojnë po. Ndaj presim të shikojmë se do të shkojë procesi. Pra që do të thotë, mund të ndodhi që të kemi një rezultat i cili ndryshon nga ai i rikonfirmimit të zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike? Teorikisht. Unë personalisht besoj se do jetë një rikonfirmim i tij. Po procesi
s'kemi pse paragjykojmë që sot. Unë përdor atë termin rikonfirmim sepse është një proces rikonfirmimi, ku do votojnë për ta rikonfirmuar ose për ta mos rikonfirmuar. Kjo është e gjitha. Pra nuk kemi një zgjedhje, një proces zgjedhor me 2 ose më shumë kandidat, kemi një proces të tillë. Siç ndodh shpeshherë në raste të tilla kur garojnë liderët historik të partive. Nuk është se ne po shpikim rrotën ose po bëjmë ndonjë gjë që nuk ka ndodhur në vende të tjera. Atëherë, për t'i dhënë një dimension paksa të ndryshme këtij momenti që jemi duke diskutuar, unë sjell në vëmendje një deklaratë një ditë më parë të një prej ish emrave që synuan të bëheshin pjesë e garës për krijuar e Partisë Demokratike. Atë që mjekën, pra, me tjetrin profesion, Mereme Sela, e cila në një prononcim të vetin në një televizion u shpreh me së tjerash pra që në bazë të numrit të nenit 46 të statutit të Partisë Demokratike, zoti Berisha nuk duhet të rikandidonte ose të kandidonte për zgjedhjet e 23 majit. Si e vlerësoni, si e gjykoni këtë gjë? A ka mos përputhje, a ka element që e bëjnë vërtet reale këtë deklaratë të ish kandidates e cila u skualifikua pra nga Komisioni i Përkatës në Partinë Demokratike? Në qoftë se zonja unë nuk e kam dëgjuar, as nuk e njoh zonjën, po në qoftë se zonja ka ndonjë pretendim mund të shkoj ka gjykat partia, ku mund të adresoj këtë shqetësim. Unë dy t'ju them nga ana politike, në një parti politike është shprehje e vullnetit të individëve që bëjnë pjesë në të. Në qoftë se individët që bëjnë pjesë në një parti politike në shumicën e tyre vendosin për një qasje të caktuar, përvalon ajo qasje e caktuar. Në qoftë se ditën e nesërme demokratët do shprehin vullnetin e tyre për të rikonfirmuar zotin Berisha, zoti Berisha do rikonfirmohet për një mandat 4 vjeçar. Nuk ka asgjë absurde, pavarësisht se përpiqen që të krijojnë vazhdimisht situata dhe ky është dhe efekti propagandës, duhet të themi, qeveritare, propagandës masive për të krijuar kriza, ngjarje, lajme, trillime që nuk ekzistojnë. Është një gjë shumë e thjeshtë. Unë nuk e kuptoj se çfarë ka këtu për të diskutuar ose konstruktuar. Partia politike që quhet Parti Demokratike, nesër antarët e saj do shprehin vullnetin e tyre për të rikonfirmuar ose zotin Berisha. Nëse rikonfirmohet, do vazhdoj për një mandat tjetër 4 vjeçar. Neni që ju i referoheni bën fjalë për rastet kur ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Raporti OSBE Odirit besoj ka bërë të qartë për të gjithë që në Shqipëri nuk u zhvilluan zgjedhje të lira dhe të ndershme në kushtet kur thotë që është mrekulluar viandarse mes partisë në pushtet dhe shtetit. Pra, në momentet që ke një parti shtet që garon përballë gjithë partive forcave të tjera politike, nuk kemi më zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shto këtu përdorimin e burimeve shtetërore, krimin e organizuar, që përmendet për herë të parë, duhet theksuar. Falja e gjobave, dhënia e licencave për kanabis etj. Me radhë, konkluzioni është i qartë. Është pikërisht ky konkluzion që kanë vënë në dukje dhe antarët e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian me rezolutin që kaluan para 2 javësh, e vuri në dukje gjithashtu dhe raporti i Barit i konfirmuar nga grupi punës Poela. Ndaj, në këto kushte ku nuk kemi pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme, nuk vlen neni në fjalë. Por sërish unë, sepse nuk jam ekspert, unë dua të them dhe diçka, është shumë të rëndësishme që mendoj vlen edhe për çfarë ka ndodhur 4 vitet e kaluara me proceset gjyqësore të tjera. Unë vazhdoj të insistoj, unë jam njeri politik, nuk jam as jurist, as ekspert ligjor që të bëj këtu interpretime nenesh. Një parti politike është shprehje vullnetit të antarëve të saj. Antarët e saj e kanë shprehur vullnetin vazhdimisht në procese të njëpasnjëshme zgjedhore. Partia Demokratike është partia e vetme që bën zgjedhje në Republikën e Shqipërisë, në kushte shumë të vështira, duhet thënë, në kushtet e një diktature autokratike. Dhe sërish nesër është një proces zgjedhor, pas një jave do jetë një proces tjetër, statutor që është mbledhja e Kuvendit Kombëtar, zgjedhja e forumeve të reja drejtuese të Partisë Demokratike. Ndaj këto janë proceset e brendshme të Partisë Demokratike, të një force politike që do duhet ta kishin dhe të tjera, po e futem kësaj historie. Nisur nga
parimi, nisur nga ai realitet që një forcë politike në një shoqëri demokratike është një aset që duhet vlerësuar, që vërtet ka pjesën, ka jetën e vet të brendshme që lidhet pra me atë që bazohet te dokumentat orientuese tek statuti dhe aspektet e tjera ligjore të funksionimit të një force politike, por gjithsesi pra është edhe ajo që ka të bëjë me përgjegjësinë dhe përgjegjësitë në raport pra me mjedisin politik dhe jo vetëm të vendit që ekziston. Dhe konkretisht pra në këtë rast po flasim për Partinë Demokratike dhe Shqipërinë. Në këtë kushte unë sjell në vëmendje do përfshir. Sjell në vëmendje edhe faktin tjetër, pra në prag të çeljes së fushatës dhe në limitin kohor të pranimit të kandidimeve, pra tashmë opinioni shqiptar, opinioni politik u njoh dhe është njohur pra me një numër emrash të tjerë që aspiruan të bëheshin pjesë e kësaj gare, por që për arsye të ndryshme, për shkaqe të ndryshme, pra nuk u kualifikuan për të qenë në atë që do kulmoj nesër pra në garën zgjedhore të 23 maj. Ata kanë qenë të paqartë. Ndërkohë, në këndvështrimin tënd, do ishte më e bukur që kjo garë të kishte më shumë se një emër, apo me një emër, sikundër ajo që presim të zhvillohet nesër. Pra do të kishte më tepër emocion, më tepër jo rishmërisë s'mund ta them, por më tepër konkurrencë, duke qenë më tepër sensibilitete, duke qenë me më shumë se një emër, apo kështu sikundër dhe e presim të ndodhë nesër. Kur rezultati të pakën në aspektin teorik, praktik, dhe duke nisur nga zhvillimet prej shumë vitesh në Partinë Demokratike, dihet pra ai se cili do të jetë. Para se të vi këtu, do ju të përgjigjem, por para se të vi te kjo pikë për diçka që thatë ju. Partia Demokratike pa diskutim që është një aset. Kjo nuk ka diskutim, është partia që ka realizuar komunizmin, përbëhet në shtyllën e saj nga të përndjegurit politik, nga pronarët legjitim, që janë dy shtyllat kryesore dhe që janë njerëzit që i kanë zbardhur faqen historisë të këtij vendi duke rezistuar për 45 vite ndaj diktaturës më gjakatare komuniste që ka parë Europa e pas luftës së dytë botërore. Kështu që nuk ka asnjë diskutim që demokratët janë aset i këtij vendi dhe Partia Demokratike është një aset. Unë do doja që ky shqetësim i mediave në përgjithësi të ishte dhe për gjatë 4 viteve të kaluara, kur Partia Demokratike, ky aset i madh, është përballur me një sulm të paprecedent në historinë 35 vjeçare të Shqipërisë, po dhe në Europë po më gjerë. Kur i morën logon, i morën simbolet, kur nuk lejonin emrin e kryetarit të saj të ishte në fletën e votimit në 2023 në zgjedhjet lokale, kur koalicioni opozitar thoshte ky është përfaqësuesi ynë dhe KQZ-ja thoshte jo, nuk është ky që doni ju përfaqësuesi juaj, por është ky që duam ne. E kuptoni në çfarë absurditeti ka kaluar Partia Demokratike në 4 vite dhe unë nuk e pash të shqetësim që ishte për këtë aset të madh në këto 4 vite. Për sulmin që po i bëj dhe për rrethimin në cilin gjendeshin demokratët. Ky është jo, unë flas në përgjithësi për të gjithë mediat. Ka qenë ky shqetësim, nuk ka qenë ky shqetësim për këtë sulm që po i bëj dhe nuk ka qenë ky sensibilizim edhe për opinionin publik, edhe për ndërkombëtarët. Për këtë sulm që po i bëj jo një forcë politike, jo disa qytetarëve shqiptar, po demokracisë në vend, sepse po sulmoj, po tentoj ta zgjesoj opozita. Dhe kjo do ishte diçka që unë mendoj do duhet shqetësonte çdo. Tani për sa i përket të kandidimit të zotit Berisha, do doja unë që të kishte një rival përballë. Unë do preferoja që të kishte një rival, një figurë politike të fortë përballë. Pa diskutim. Gara ti bëjnë po të fortë o hiç. Ja konkurrenca te gara e kështu me radhë. Por, duhet të kuptojmë një gjë, që për të garuar për pozicionin e kryetarit të partisë, ashtu si për kur konkuron për CEO-n e një kompanie të caktuar, pra drejtuesin ekzekutiv e kështu me radhë për nivelet e larta, apo edhe për çdo nivel tjetër, ka disa kritere që duhen plotësuar. Pati aplikime për postin e kryetarit të partisë, u shqyrtuan dhe u pas se nuk plotësonin kriteret. Kriteret ishin të qarta, publike, e kështu me radhë. Dhe në këto kushte çfarë bënim kur nuk ishte figura të tjera. Tani pyetja është pse nuk ishte figura politike që të sfidonin zotin Berisha.
duhet kemi parasysh një fakt që në rastet kur është një figurë lideri, një figurë historike e tjerë me radhë që ka karakteristika që ka zoti Berisha, është e vështirë dhe në parti të tjera europiane apo të Shtetet Bashkuara që të ketë sfidant real, sepse është e vështirë që të sfidosh një figurë historike. Kujtoj këtu Forza Italian. Nuk kemi parë ndonjë sfidant nga partia e vet që të sfidonte Berlusconin, Silvio Berlusconin. Apo dhe presidenti Trump kur doli në opozitë në vitin 2020, sërish u fut në primare dhe kishte shumicën dërmuese të partisë aty, sepse janë figura të tilla të forta, lider të cilët lënë shenjë dhe ka një diferencë mes liderit dhe një kryetari të thjeshtë të një partie. Ndaj kjo është arsyeja pse shumë stepen dhe nuk pranojnë që të futen në një garë të tillë. Po, Gjergji, kishe për... Shiko, unë doja ta shikoja në një prizëm tjetër, nuk duhet ta kaloja ndërkombëtarisht, janë Amerikë, në Itali për diskutuar për zgjedhjet e PD-s. E para një në Partinë Demokratike historikisht ka prevaluar statuti. Dhe statuti është regulator. Dhe statuti është regulator përveç se pjesës së brendshme, rregullon edhe të gjithë pjesën e strukturës derisa vetët e fundi që i thonë një antar një vot deri te votimi. Kështu që jam dakord që Partia Demokratike është antarëve, ata kanë drejt votojnë, por regulatori është statuti. Dhe unë historinë duke pasur parasysh që të paktën që nga 2014 në kohën që kemi qenë në opozitë dhe deri sot që po flasim ka mbajtur pozicione drejtuese në Partinë Demokratike lokale, historinë e vjedhjeve të zgjedhjeve unë e kam dëgjuar në 2015-ën, e kam dëgjuar në 2017-ën, e kam dëgjuar në 2021-shin, në 2023-shin, 2025-ën dhe me radhë. Kështu që nuk do ta justifikoja, të vazhdoja justifikimin pse e kam dëgjuar. E kam dëgjuar se pas çdo lloj zgjedhje neve si deg lokale bënim analizë të zgjedhjeve dhe pse humbëm. Dhe gjithmonë analiza na nxirrte në raporte që ne i dërgonim qendrës ka qenë që humbëm për 1, 2, 3, 4, 5 arsye. Çfarë duhet bëjmë ne të parandalojmë vjedhjen e zgjedhjeve? Kjo është ajo që duhet dalim. Kështu që unë për shembull e rrezoj pjesën që kryetari i Partisë Demokratike nuk e jep dorëheqjen sepse janë vjedh zgjedhjet ose bëjë diri histori tjera. Jo. Statuti e thot qartë. Nëse zgjedhjet e përgjithshme humben, kryetari aktual i jep dorëheqjen dhe nuk kandidon. Nëse zgjedhjet lokale humben, kryetari aktual kalon në votbesim. Tani, unë e kam thënë dhe në emisionet të tjera, për mua pjesa e hyrjes në garë të zotit Berisha i vetëm, edhe pse s'duhet ishte fare në garë, patjetër këto Berisha ka meritat e tij si lider historik, Berisha ka meritat e tij në prurjen e demokracisë në Shqipëri, Berisha ka, siç ka dhe gabimet, ka dhe shumë meritat të tjera, por mendoj që nuk duhet kapemi mbi një gjë dhe të vazhdojmë për këtë gjë 40-50 vjet. Statuti që ka miratuar vetë në dhjetorin e 2021-shit, është ai që ka miratuar vetë që e ndalon që të kandidoj. Pavarësisht kësaj, sepse ngrihet një komision, nuk do të hyj termave juridike dhe të merrem me detaje, unë mendoj që Berisha duhet ta lindte garën e hapur. Në atë garë të merrnin pjesë ata njerëz të cilët duhet merrnin pjesë garë dhe unë mendoj që jam i bindur pavarësisht se si do dilni, si s'do dilni, jam i bindur se edhe zoti Saliani, edhe zonja Kokalari, besoj që, mendoj unë, nuk e di teknikave të vogla juridike dhe ligjore, duhet ishin pjesë e garës. Nuk e di për atë zonjën Sela, doktoreshën, duhet ishin pjesë e garës. Pse? Sepse zonja Kokalari është një nga persona që e ka bërë rithemelimin, është rithemeluar dhe ekziston dhe në gjykat si një nga ata 20-25 sa janë të rithemelimit. Zoti Saliani duhet ishte pjesë e garës vetëm për një detaj moral, mase nuk i takonte nga anë e statutit ose mund kishte pjesë të tjera që ta pengoni, për detajin moral, sepse kur vajtin në burg e përcollën si hero, e futën vetë në burg me duart e tyre, dhe e quajtën dhe burg politik. Pas 6 muajve nuk e priti njeri. Domethënë janë ca gjëra që ne në Partinë Demokratike historikisht nuk kemi pasur kujtesë. Dhe ky është gabimi jonë që kemi bërë gjithmonë. Gara e nesër. Do me thënë aty nuk vlen statuti,
tek zoti Saliani, se ju thatë ju jeni një respektues i statutit si garant, po tek zoti Saliani nuk duhet vlen statuti. Dhe te zoti Saliani vlen statuti, nuk e diskutoj, por me që Berisha nuk e respektoj statutin për veten e tij, mund edhe mos ta respektonte edhe për zotin Saliani, sepse e njëjta gjë është. Ku është shkelja për Salianin? Zoti Saliani nuk plotësonte kriterin. Jo, zoti Saliani nuk plotësonte një nga kriteret për të garuar, përveç kësaj pjese, që zoti Berisha ka ngritur këtë shqetësim të lidhjeve të tij me grupe të ndryshme. Po zoti Saliani nuk mund të zgjidhet as deputet, nuk mund të zgjidhet as kryeminist, nuk mund të mbajë pozicione publike për 5 vitet e ardhshme për shkak të dënimit që ka. Pra janë edhe kriteret që kërkon kodi zgjedhor e kështu me radhë, përveç kritereve që duhet të jetë figurë publike, antar i Partisë Demokratike për 10 vitet e fundit, të ketë bërë fushat për Partinë Demokratike në zgjedhjet e fundit, jo ta ketë sulmuar atë. Pra janë të gjithë këto kriteri që skualifikonin personat që janë skualifikuar. Nuk mund t'i thoni, mund të jetë me atë pjesën e dënimit, okay, po dakordsohen, po nuk mund t'i thoni zoti Saliani që për pjesën e kriteri, sepse mund të them që zoti Saliani ka qenë i vetmi që i dha Partisë Demokratike një bashki pasi ishte drejtues politik në Bashkinë e Kavajës në zgjedhjet e 2023-shit. Kështu që meritën politike zoti Saliani e ka. Aty ku ka qenë, paktën e ka pjesën e meritës politike. Po nuk ka rëndësi se nuk duhet i kthejmë zoti Saliani, unë mendoj që gara duhet ishte e hapur. Në radhë parë unë mendoj që duhet ishte e hapur për t'i dhënë demokratëve shpresë, sepse jam shumë i bindur që nesër do ketë një votim, një referendum, do ketë një vot besim. Unë nuk e di si është flet e votimit, nuk e kam iden si është me po apo jo, pasi në realitet Nikola, në realitet unë nuk votoj sepse mua më kanë hequr nga lista si antar të Partisë Demokratike dhe jo vetëm mua në Vlorë, por janë rreth 120 veta të tjerë, të cilët janë ish grup seksione se gjitha, sepse në një moment të caktuar ne mbajtëm një qëndrim duke mbështetur zotin Basha sepse ashtu e menduam, s'ka lidhje. Por, unë mendoj që antar të Partisë Demokratike nuk të heqë dhe të vënë njeri, unë mendoj që nga detyrat funksionale politike mund të shkarkohesh, po jo si antar, duke pasur parasysh, megjithëse kjo është një tema tjetër. Zgjedhjet nesër do jenë një votim që në qoftë se votojnë 100.000, 80.000, se nuk e kam parasysh sa do jetë, sa janë antar të Partisë Demokratike të regjistruar ose listat e reja, do dali një votim 53%, do dali një 40-50.000 që kanë votuar e kanë rikonfirmuar, do dali një numër shumë i lartë votuesit, sepse duhet jetë ky numër dhe asgjë nuk do ndryshoj. Pse nuk do ndryshoj një asgjë? Unë po e heq statutin, u zgjodh zoti Berisha përsëri kryetari i Partisë Demokratike, do zgjidhet një strukturë tjetër që do lvizen ata 10 njerëz që janë, do lvizin në pozicione të ndryshme, njëri do vej sekretar, njëri nën kryetar dhe tjetra. Dhe përsëri në parti paragjykojmë kështu. Jo, e kam parë këtë film përpara Nikola se jam çik më i madh se juve, por unë besoj që në Partinë Demokratike duhet i japet rruga të rinjve, si juve, si shumë të tjera aty të Brain Gainit, që shumë të tjera atje nuk u hapet rruga, edhe juve nuk është hapur rruga, po ta shikojmë momente të caktuara. Partia Demokratike duhet hapur për të rinj, që në mënyrë që ne të japim këtij vendi ndryshimin. Në qoftë se Partia Demokratike nuk hapet, unë e kam thënë dhe përsëris prej shumë kohësh, neve do vazhdojmë në një situatë kaotike, do vazhdojmë në këtë mënyrë që jemi, do shtym me kuvendin e qershorit kur është lënë për të bëhet kuvendi kombëtar, këshilli kombëtar çfarë do bëhet, do vazhdojmë me zgjedhjet e 2027 dhe përsëri kjo situatë do jetë. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet hapet, pavarësisht të zgjedhjeve të nesër, se ato janë formale, për mua janë një gjë formale, e kam thënë dhe e përsëris. Zoti Berisha në 2021 nuk u kthye që t'i hapte rrugë ndokujt, dhe s'ka për t'i hapë rruga askujt deri në momentin e fundit, por ideja është si do vinë demokratët pushtet. Kjo është ajo gjë që më shqetëson mua se sa zgjedhje zotit Berisha, zgjedhje e Flamur Nokës, zgjedhje e një tjetri. Kjo për mua është situata më problematike se sa pjesë të tjera. Megjithatë, unë jam prap besimplot që dhe them që duhet bërë një ndryshim rrënjësor, t'i hapet rruga të rinjve dhe t'i hapet rruga edhe pjesës për të bashkuar çdo njeri që është pro Partisë Demokratike, çdo fraksion që është Partia Demokratike në mënyrë që të arrijnë fitore. Në qoftë se vazhdojmë me këto gjëra, me përçarje, neve kemi për të përpolitur dhe nuk kemi për të zgjedhur gjë dhe këtë 4 vitin që vijnë. Atëherë Mondi, pronësimi? Pa diskutim.
Jo, mund të jap një përgjigje unë për zotin Nika? Patjetër, do të respektoj Shumë shkurt. flet se largu. Shumë shkurt, se nga që më duhet dhe të largohem pas pak. Po unë një pjesë të gjërave tjetër, Nikola. Edhe për temën tjetër do të qëndrosh pak nëse është e mundur. Patjetër, dhe për Ibarin. Mos shkëputemi kështu. Jo, unë bie dakord me një pjesë të gjërave që tha zoti Nika, që sot Shqipëria është në një moment të tillë të vështirë, është në një nga momentet më të vështira të historisë të vetë ekzistencës së Shqipërisë, qoftë për sa i përket anës demografike, ne kemi 7 qarqe që janë me linçmëri negative, kemi mbi 1 milion shqiptarë që janë larguar vetëm drejt Schengenit. Pra imagjinoni në çfarë katastrofe është Shqipëria sot. Pjesën ekonomike, arsimore, shëndetësore kështu me radhë. Dhe Partia Demokratike ka një mision historik që të shpëtojë Shqipërinë. Unë e shikoj PD-n si mekanizmin e vetëm nëpërmjet të cilit mund të ndodhi ndryshimi në Shqipëri. Për shumë arsye. Për faktin që është partia që ka strukturat në të gjithë, opozitari që ka strukturat në gjithë Shqipërinë, njerëzit të cilët janë aty, qendrestare kështu me radhë. Por ne duhet jemi të bedishëm edhe në atë që ka kaluar Partia Demokratike në 4 vitet e fundit. Sepse nuk është e thjeshtë që të mbjetosh, të qëndrosh, kur ti ke një sulm të paprecedent që të bëhet. Dhe Partia Demokratike, demokratët, të i kaluan këtë moment krize, këtë sulm që ju bë. Ata qëndruan dhe ne duhet t'ua themi këtë demokratëve, duhet t'ua njohim këtë merit, sepse është rezistenca e tyre, shëndresa e tyre, janë sakrificat e tyre. Tani, në këtë moment pa diskutim që Partia Demokratike do duhet kaloj në fazën tjetër, në fazën e hapjes, në fazën e bashkimit, dhe mendoj që ka pasur tentativa për të bërë hapa përpara për sa i përket bashkimit, ndodhi bashkimi para një viti e gjysmë, bashkimi në diversitet e kështu me radhë. Pra, nuk janë gjërat kaq zis sa shpeshherë shprehet edhe nëpër media, në diskutime, në forume publike e tjerë. Partia Demokratike ka një vizion për qeverisjen e këtij vendi, jo një vizion për 4 vite apo për 8 vite, por një vizion për të ndërtuar një shekull shqiptar, për sa i përket ekonomisë, modelit ekonomik që ne duhet kemi, modelit shoqëror, strukturave, ndarjes së pushteteve e tjerë me radhë. Dhe unë mendoj që qytetari shqiptar, qytetari vlonjat, do duhet të dëgjonte pikërisht diskutimin për këtë, se sa për ankesa që mund të kenë këtu një individ taktuar e tjerë me radhë që dalin ose për zgjedhjen e zotit Berisha, sepse ka të bëjë me jetët e tyre kjo gjë. Si do t'i përmirësohet jeta qytetarit vlonjat që na dëgjon. Dhe Partia Demokratike ka vizionin, ka njerëzit, ka ekipin, ka dhe vullnetin për ta bërë këtë ndryshim. Këtë kisha vetëm për të plotësuar zotin Nika. Do ta marr pasaj. Nikola, unë kujtoj këtu zgjedhjet e 2021, pra të prillit 2021, kur Partia Demokratike në shkallë vendi pothuajse fitoi, ishte shumë pranë fitores. Pra ishte ajo që u deklarua madje gjatë deklaratave të tyre mjaft drejtues të lartë të Partisë Demokratike dhe të koalicionit të asaj kohe, deklaruan se zgjedhjet ishin vjedhur dhe Partia Demokratike realisht kishte fituar. Ndërkohë që pas asaj nisi ai proces që tashmë njihet, pra procesi i rithemelimit pas vendimit të Departamentit të Shtetit, mos gaboj, të 12 majit. Pra, ishim pranë një kulmi dhe u rikthyem sërish pasaj nga e para. Jo, e kapët shumë mirë këtë element dhe unë ju falenderoj sepse është një moment shumë i rëndësishëm për ta rikthyer në kujtesën e qytetarëve që na ndjekin. Në 2021 Partia Demokratike, kryetari asaj kohe tha zgjedhjet u vodhën dhe çfarë bëri, mbrojti karrigen e vet. As nuk e faktoi vjedhjen që kishte ndodhur, por bëri zgjedhje shpejt e shpejt për të garantuar karrigen e vet, bëri kuvendin në Korrik në Mosgaboj dhe përjashtoi liderin historik të Partisë Demokratike duke përçar partinë dhe duke futur në atë kalvar 4 vjeçar që kaloi. Ndërkohë, çfarë ndodhi pas zgjedhjeve të vitit kaluar? Pas vendimit të Departamentit të Shtetit. Pra, kujtojmë se ishte një argument që i cili mbi bazë të cilit pra ndodhen ato që ndodhen në bazë të Partinë Demokratike. Po, zoti Berisha kur u njoftua vendimi i Departamentit të Shtetit, tha kjo është një çështje ime personale dhe nuk e përziej partinë në këtë çështje. U kthye në problem kur kryetari i partisë e përjashtoi në mënyrë të njëanshme, pa mbledhur forumet e partisë, pa e vënë në diskutim këtë çështje,
Dhe kjo nuk e shkaktoi shpallja non grata e zotit Berisha për çarjen në parti. Zoti Berisha e tha dhe i qëndroi asaj që kjo është çështja ime personale. Por unë e kisha tek ajo që ka për ju me të drejtë çështja e zgjedhjeve. U vodhën vërtet, se përmendi dhe zoti Nika që e ka thënë shpeshherë Partia Demokratike, por në 2021-shin nuk u mori njeri për ta faktuar këtë gjë. Ndërsa në 2025-ën ishte një situatë thërësisht ndryshe, komplet e kundërta asaj që ndodhi 4 vite më përpara, sepse ne thamë që zgjedhjet u vodhën dhe më pas shpenzuam muajt e verës jo për t'ikur me pushime, as për të garantuar karrigjet e dikujt, por për të faktuar farsën zgjedhore që kishte ndodhur, me dokumenta, me fakte konkrete, të cilat u dorëzuan tek misioni faktmbledhës që erdhi këtu, JSB Odirit, i Parlamentit Evropian, në të gjithë partnerët ndërkombëtar dhe me gjithë presionin që bëri kryeministri i vendit që të ndryshojë raporti jo vetëm që nuk u ndryshua, jo vetëm që nuk u zbut, por u ashpërsua dhe më shumë gjua. Dhe unë ja thash në fillim të bisedës tonë, cilat ishin përfundimet e JSB Odirit për zgjedhjet në atë kohë. Ndaj është një ndryshim shumë i madh mes dy periudhave. Dhe u faktuaj që zgjedhjet në fakt nuk ishin të lira dhe të ndershme, ishte vërtet një farsë zgjedhore dhe kjo e një orë ndërkombëtarisht. Dhe po ju rikujtoj këtu Partisë Demokratike mora rolin e atij. Po jam shumë dakord, ndaj them që shumë observim i drejtë. Dhe unë po ju them ky është ndryshimi mes dy rasteve, 21 dhe 25-s. Dy kryetarë të ndryshëm dhe dy qasje të rësisht të kundërta ndaj deklaratave që patën për vjedhje të zgjedhjeve. Dhe ju rikujtoj këtu çfarë ka thënë Michael Galler, eurodeputeti që drejtonte misionin observues në zgjedhjet e 2025-s. Jo, në zgjedhjet e 2025-s ishte zoti Galer, ishte pjesë e misionit të vëzhgimit të OSBE Odirit, po pjesa e Parlamentit Evropian. Kur është kthyer në Parlamentin Evropian, është deklarat publike në seancën plenare në Parlament në Bruksel dhe ka thënë krimi i organizuar pengon rotacionin politik në Shqipëri. Që është një deklarat shumë e rëndë. Dhe në vjesht të vitit të kaluar, kjo deklarat u pasua nga deklaratat të tjera, nga zoti Kovačev, nga zoti Galer sërish, nga zoti McAllister, që është kryetari i Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian, që thanë korrupsioni masiv, ndikimi i grupeve kriminale, i karteleve e kështu me radhë, i krimit organizuar në tërësinë e vet, ka arritur në nivel sistemik, pra nuk janë raste sporadike, janë nivel sistemik në nivelet më të larta të qeverisjes. Tani dyshoj që nivelet më të larta jam unë ose jemi ne si qytetarë të Republikës, janë ata që drejtojnë punët e shtetit shqiptar. Pra këto janë deklarata shumë të forta. Dhe jemi sot, që ne do ta diskutojmë dhe më pas, besoj, jemi sot në kushtet kur gjithë komuniteti ndërkombëtar në dokumentet, në rezolutat që prodhojnë, e njeh këtë realitet. Pra, jemi shumë ndryshe nga 2021. Dhe kjo është dhe merit e punës së Partisë Demokratike. Ndërkohë që kemi një moment shumë të rëndësishëm që unë e prezantova pra në hyrjet e emisionit, pra atë që lidhet me miratimin e raportit i bar. Dihet pra rëndësia e këtij momenti në esurin pra në procedurat e antarësimit. Ndërkohë që ka një reagim nga Gjergji. Unë kam vetëm një shtesë të vogël pa kaluar te raporti, e para njerë unë do t'i thoja edhe zotit Kedhi edhe kujdo tjetër në Partinë Demokratike me një shprehje anglisht që i thonë think globally, act locally. Sepse ne po flasim për gjëra të mëdha dhe duhet ulemi me këmbë tokë. Tani, më thatë për qytetin e Vlorës, duhet jemi afër, po flasim për qytetarët, nuk po marr Vlorën me që ne jemi këtu. Unë mendoj që Partia Demokratike është larg qytetarit. Asnjë deputet nga lista e 2025-s nuk është afër qytetarit sot në Vlorë. Janë të gjithë larg, ne nuk e dim ku janë deputetët. Kjo është ajo gjë që ndodh në Partinë Demokratike. Nuk është faji juaj se nëse unë e them për ju, e them edhe për vete, sepse edhe unë jam pjesë e kësaj, pavarësisht të mendimeve të ndryshme. Atëherë, unë do të krahasoja 2021-shin me 2025-ën, do ta krahasoja sepse në 2025-ën ne na mungojnë 300.000 vota nga 2021-shi. Çfarë do bëjmë ne të rikuperojmë këto 300.000 vota? Në pavarësisht sfidave të brendshme të Partisë Demokratike, që zoti Basha nuk e solla as unë as zoti Kedhi, ne e gjetëm zotin Basha në Partinë Demokratike, zoti Basha e solli Berisha, janë problematikat e tyre të brendshme, ata mund të pajtohen prapë dhe ne dy prapë do zihemi për hallin e atyre që për mua nuk bën më logjik, por unë mendoj që ka ardhur një moment që
duhet të reagojmë për Partinë Demokratike, jo se kemi në një gjë kundër zotit Berisha, por duhet të reagojmë që Partia Demokratike të vinë në pushtet, sepse që prej vitit 2021 deri në 2026 që po flasim, nga shpallja non grata, që për mua non grata nuk më intereson fare, është pjesë e tij personale, e lëm aty, për mua nuk më ndikon. Problemi është si do vi Partia Demokratike në pushtet, në qoftë se është kaq e mbyllur. Si do vi Partia Demokratike në pushtet kur kemi 3 muaj që bëhet luftë e brendshme në Partinë Demokratike dhe nuk goditet pushteti, nuk goditet problematikat e tjera. Unë besoj dhe jam shumë i bindur sot që zoti Rama është në pushtet sepse jemi ne të dobët. Në qoftë se neve do ishim të fortë, në qoftë se ne do ishim me një program, me njerëz me fytyrë të re, me çuna të rinj, me djem të artikuluar, me çuna që mbarojnë jashtë, me çuna që tërheqin karrocën, po ja u them, domethënë shqip, unë besoj që Rama nuk do ta kishte gjatë pushtetin me gjithë këto skandale, sepse e vetmja gjë që i ka ngelur sot Ramës për të mbajtur pushtetin dhe atë pjesën e tij politike është për të kapet tek raporti i Barit që doli para 2 ditësh që të shpëtoj pushtetin e tij dhe të japi gjatësi vetes tij. Kështu që unë besoj që ne duhet të reflektojmë, jo vetëm neve, po të gjithë ata që duan Partinë Demokratike, në mënyrë që ta çojmë Partinë Demokratike përpara. S'ka lidhje kryetari, problemet e kryetari ka një strukturë poshtë që duhet eci makineria që ta bjerë pushtet. Në kushtet si jemi, si po veprojmë dhe në mënyrën si bëhen përzgjedhjet, unë besoj që neve do kemi problematika dhe demokratët nuk do marrin atë që meritojnë dhe që po e vuajnë prej 13-14 vitesh. Mondi, mendimi yt për procesin e nesërm zgjedhor në Partinë Demokratike? Unë jam pothuajse dakord me ato që tha Nikola në vjet të trashë, do të thënë askush nuk e vë në diskutim faktin që PD është një aset i rëndësishëm i jetës politike të vendit. Apo që për shkaqe të dyshimta në vitin nga 2021 shie këtej PD-ja ka vuajtur edhe ca goditje që mbase nuk ishin krejt të qarta apo të pastra. Kur thua shkaqe të dyshimta? Po kjo që ka lidhje me non gratën e Saliut. Domethënë ata që bën non gratën, sipas meje do duhej dhe të tregonin sakt, qartë pse. Pse meritonte Saliu non gratën. Gjë që nuk u bë. Jam dakord që Basha nuk veproi ashtu siç duhej. Por këto janë gjëra të kaluara, jemi tek procesi. Lidhe me procesin, unë them që, unë ndihem keq, për shembull, kur Nikola, duke dashur të argumentoj pse nesër do bëhet ajo gjëja që do bëhet, thotë se kështu ndodhe në parti të tjera. Referendumi. Askush, asnjë subjekt, një subjekt serioz për më tepër, siç është PD-ja, nuk duhet të gjej ca argumentime të tilla për të justifikuar një procedurë të sajën, për cilën ka pasur kohë ta pjeki siç duhet, e thotë që ne po e bëjmë kështu se kështu bëhet edhe në Amerikë. Jam dakord që të ketë një statut partia, siç jam dakord edhe të mos ketë statut. Jo, më fal se nuk dua t'ju ndërpres, po vetëm për të saktuar një gjë. Unë nuk thash ne po e bëjmë se ndodhe në vende tjera. Unë thash nuk është se po ndodhe një hata e madhe. Thjesht për të saktësuar këtë. Po mirë. Atëre po bëhem unë këmbgulës dhe po them që nuk ka pse quhet proces zgjedhor, një proces që se zgjedhje ka kuptim zgjedhje midis alternativash. Se po të ishin të qartë të gjithë mbi formatin e këtyre zgjedhjeve në parti, nuk kishte pse të vinte as Saljani të regjistrojë dhe as Meremja. Jemi dakord? Pra ka pasur një paqartësi që ata erdhën. Nëse Saljani rezulton i dënuar... Kishte një proces zgjedhor ku priteshin aplikime nga kandidatë të ndryshëm. Po pse, nëse ishte për konfirmim të Saliut, s'kishit pse prisnit... Jo, u shndrua në një rikonfirmim të kryetarit aktual për faktin se nuk ishte kandidatura të tjera. Tani nuk do i kthej fleta e votimit me vetëm një kandidat. Dhe duke qenë se s'kishte kandidatura të tjera, u detyrua të shndroi procesi nga një proces zgjedhor në një proces referendar, po themi një proces konfirmimi. Për efekt mungesë kandidaturash, quhet rikonfirmim. Po, patjetër. Të kuptoj. Në fakt atë argument solli në fillim Nikola në prezantimin e tij, pra këtu u përqendruar në këtë argument u përqendrua. Po Meremja çfarë nuk plotësonte?
Si ishte një Saljanin figurë e e njohur kuptova, po publike. Meriamin jo. Si ishte një figurë e Çfarë njohur konsiderohet publike, figurë nuk ishte publike? një figurë që të ketë mbajtur poste drejtuese në parti, që të ketë një angazhim publik kombëtar, sepse ishte një zonjë e cila unë nuk e njeh, të jem shumë i sinqert me ju. E parë që e dëgjoja. E kuptoj. Tani, kryetari i partisë besoj se bijem dakord që do duhet të ketë një farë peshe publike, do duhet të ketë Shiko, për pjesë mua në aksione politike. Saliu duhet të jetë kryetari PD-s, ë? Me asaj njohun PD-n, nuk ka një figurë tjetër të krahasueshme me Saliun. Prandaj them që duhet ta bëni të thoshit, ore, kjo flet do jetë po jo për Saliun, ju tjerë të mos u lodhni. Më mirë bëhen kështu gjëra të ndeshme. Në qoftë se ka ambicje, Se pas me rjeme ndjeu. figura të tjera. Pas me rjeme unë në një kanal dje. Edhe unë u zbavita, po dhe mirë s'me erdhi, se gjunave ajo. Pse duhet i ngrihet mendja Meriemës, ndërkohë që mund t'i bëhet e qartë, në një tjetri. Nuk, më shullodhni kohë se s'ka sens nuk. Nuk ka një figurë të krahasueshme me shefin. Dhe jam dakord kur bëre krahasimin e kryetarit partisë me CEO-n e një kompanie, se unë e kam thënë me kohë që Saliu CEO i SHPK-s. Me mua je okej. Ja, nuk mendoj. Kemi një shkëputje me Nikolën sa të regjia të mundsoj lidhjen me Nikola Kedhin nga Tirana. Atëherë Ilir, cili është opinioni juaj? Shikoj, unë e shikoj në një aspekt mentaliteti, jo të lidhur me partit, jo të lidhur me demokracinë, jo të lidhur me zgjedhjet. Unë e shikoj me mentalitetin e shqiptarit. Topin e kam unë, penaltin e gjuaj unë. Pse do të thuash ti? Sepse të gjitha partit, ose më sakt, këto që duan të japin apo të shprehin demokracitë e tyre dhe demokracinë për shtetin, fillojnë me këto lojrat e ndryshme, do me thënë vijet një kryetar për kandidat, vijet dhe një MKM-s tjetër që do jetë dhe ai si zgjidhje dhe dihet si vend të gjitha. Do me thënë, këto procese mua më duken fars që në momentin që hidhen për zgjidhje apo për zgjedhje dhe të mendosh që demokracia është e varur dhe nga grupet politike, që do me thënë, grupet politike ka një pseudo-demokraci dhe kjo pasqyrohet pastaj dhe me drejtimin e shtetit. Kuptohet që ca gjëra janë të paravendosura këtu, zgjedhjet mirë ishte mos të beshin fare duke qenë se u dihet rezultati pa nisur akoma. Kështu që dhe zgjedhja e nesërme e kryetarit legjendar të Partisë Demokratike nuk do jetë në një habije madhe sepse besoj se është e paravendosur. Po në aspektin e ngushtë juridik, si avokat, si jurist, si e vlerëson? Në aspektin e ngushtë juridik, unë mund të them që Duhet i shohim statutin. sipas statutit i bie me neni që ka ndryshuar vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, nuk e di neni 50 nuk e se ka mirë parasysh. 46 apo jo? 46 është që përcakton. Që përcakton në momentin që humb zgjedhjet nuk ke të drejtë më të rizitesh. Është dhe neni 11 që i flet për referendumet, po ai flet për referendumet brenda institucionit, jo për zgjedhjen e kryetarit. Po, kjo është ideja. Shiko, nuk është problemi Par statuti SHPK-s. Nuk është problemi i statutit sepse Jo, është problemi se është ligji themeltar i një partie, sepse po në Shqipëri kështu funksionon. Zoti Kedhi edhe Rama ka një 20 vjet pa përzgjedhje. Jo, se vend diskutim, i njëjti mentalitet është, domethënë, topi im me gjuajun penalltin, por Zoti Kedhi e përmendi që s'ka pse të interesojnë të tjerët kur është një zgjedhje e elektoratit të PD-s. Po dakord, okej, po të esnim kështu e mos të zbatonim statutin. Do themi në një fjalë. Po mos të zbatonim statutin, atëherë do bëj Waterloo. Por, duke qenë se është statuti dhe është e shkruar, mirë apo e keq, është e shkruar, i bie që nuk është se ka dhe demokracia aty. Dhe kjo, ju thash, reflektohet dhe në shtet pastaj. Po aty fillon demokracia te grupet Demokracia partijake. është term për fëmijët, nuk është për të rriturit. Po themi Regjia, ju lutem, e kemi në linjë sërish Nikola Kedhin? Atëherë vazhdojmë, ndërkohë që po bëhen përpjekje për ta futur sërish pjesë të panelit Nikola Kedhin nga Tirana. Mondi, pra është ajo që ti the pak më lart. Pra nuk ka përndodhur ndonjë habi, pra dihet se si do të jetë përfundimi i këtij procesi. Normal, është një proces normal.
Të flasim për procesin apo ta zgjerojmë çik? Zgjeroj pak, se po ngelet e procesi shumë e vakër. Procesi ka mbaruar. Nuk do zgjatemi shumë sepse kemi temën tjetër. Tash unë aty poshtë para se të futeshim thashë Berisha këto kohë nuk më është dukur dhe shumë mirë me shëndet. Domethënë, jo me shëndet është mirë ai, po më është dukur që i plakur se nuk plakemi vetëm ne, plaken të gjithë. Cikli biologjik, Çdo ditë që dal para pasqyrës ku rrohem, gjej vetes një rrudh, një gjë. E gjej shenjë pleqërie të vetja, kështu që dhe i do plaket. Mirë po, kur mendon që Raul Castro është 94 vjeç, edhe mund të rrojë edhe ky aq se ai. Por unë kam thënë që sa të jetë Berisha, ndërkohë dhe një rivalet lodhen kot. Regjia, ju lutem. Merjeme të këto lodhen kot. Nikola Kevin në transmetim. Po, Mondi? Pra, pa dashur të përsëris, se ta thash herën tjetër që më vjen turp ta përsëris veten 2-3 herë. Historia e kryetarit të PD-s është e mbyllur. Është e mbyllur dhe sinqerisht ajo i takon Sali Berishës. Këtë duhet ta kenë të qartë të gjithë dhe të mos tallen me veten ata që pretendojnë të dalin në garë për Ballti. Nuk mund të ketë garë në PD, në këtë PD domethënë. Garë reale për ballë Saliut. Kështu që shumë e ndershme thuhet mos u lodhi mo njerëz, mos u lodhi. Është ky. Se Nikola tha që duhet të ketë një figurë publike. Kush është figura? Merjemi ai qonte vetëm figurë publike, se thoshte kam kandiduar, kam marrë kaq vota etj. Merjemi se këto janë terma subjektiv. Edhe Basha kur u vua atëherë ishte figurë publike. Ishte histori tjetër. Basha është histori tjetër. Merjemi ai qonte vetëm figurë publike dhe konsideronte që i kishte bërë shkelje komision. Zoti Basha ishte në atë kohë ministër, kryetar bashkie. I katapultuar ishte I katapultuar, po e kishte. Ishte formatuar Basha si udhëheqës. Çfarë do të thënë i katapultuar? Kishte fituar zgjedhjet si deputet në 2005-ën, më pas ministër, më pas kryetar bashkie, kishte fituar zgjedhjet. Kjo është figurë publike, mund të ishte për shembull një kryetar bashkie, mund të ngaronte përballë zotit Berisha etj. Po doja ka figura politike dhe figura politike të forta me peshë në publike kështu me radhë. Ja, pra sot PD-ja nuk ka një figurë, po themi, unë kam qenë kritik shumë ndaj Bashës, po nuk ka një figurë të krahasueshme as me Bashën. Jemi dakord? Jo, nuk kemi dakord. Sepse edhe qëndrimi i gjatë në opozitë, largimi nga drejtimi i të gjitha bashkive të Shqipërisë ka bërë që të bjerë numri i njerëzve të spikatur, këta të sprovuarit në pushtet qendror apo lokal, se avash vajtën 13 vjetë që kanë ikur. Kështu që është normale. Unë mendoj, për të dhënë një version çik më optimist, dhe mendoj unë më realist, mendoj që PD-ja ka figura mjaft të forta politike. Qoftë në nivel lokal, kemi zotin Qose, kisha figura që të konkuroni përballë Berishës. Pse nuk i promovoni? Po çdo të them se nuk i promovoni, unë mendoj që kanë hapësirën për të promovuar gjithë secili. Unë jam këtu dhe fol me ju sot. Edhe unë jam dakord që brenda PD-s mund të ketë shumë figura dhe ka. Por po them figura që të jenë të pranueshme nga Berisha për t'i dalë përballë atij në një garë. Dakord? Atëre. Jo, nuk e kuptova. Çdo me thënë të jenë të pranueshme nga zoti Berisha. Po pra, se Berisha i ka bërë kriteret që t'jenë figurë publike. Del njeri, jo ti si e figurë publike, se si unë, i këti. Po pra. Po jo, pra figurë publike. Se s'doli një tjetër, po doli Merjemja tani. Pyetja klu. Pse doli Merjemja? Pse vajti punat e Merjemja, mo, kjo është. Kur i kap PD-ja, atëre gjithë janë dakord që t'jetë Saliu. Në mbaroj historia. Ndoshta është dhe kjo. Do ta shikojmë ditën e nesërme. Të gjithë e ndjejnë veten shumë minor krahasuar me Saliun. Atëre s'ke figura tjera. Unë ndaj duhet të caktoj Saliu një lul tjetër. Duhet të caktoj Saliu një lul tjetër. Nuk ka as lul. Po jo, pra nuk, unë se mendoj kështu. Se po i vedot shumë pasion. Sepse e para, ai e ka thënë vetë që nuk e caktoj unë. As rivalin e Lulin, ai e caktoj të shit, të jemi të drejtë. Po ai thot jo tani, çfarë të bëjmë? Po këte e din edhe në hën.
Edhe në mars, e din që luli që e pjellë e Saliut. Ti japim fund pjesës parë pra temës së parë, për kalon në temën tjetër, ajo që e nisa pak më lartë dhe e prezantova në hyrje të këtij emision dhe që lidhet me faktin pra që në 21 maj pra dje, apo dje, 21 i bie dje, programi i punës për zgjerimin pra Këshillit të Evropës, pra Këshillit të Bashkimit Evropian, miratoi raportin i bar. Ishte në fakt një sag e cila kishte filluar në mos gaboj prej fundit të muajit shkurt kur Komisioni Evropian ja prezantoi pra raportin i bar antarëve të Bashkimit Evropian. E kujtojmë atë moment që u shtërua dhe një moment të debatesh të ashpra kur Komisioni pra kur nuk miratua fillimisht raporti i bar, çka u bë dhe si argument debatesh mes pozitës dhe opozitës. U tentua dhe dy herë të tjera dhe u duk se mbështetja për mazhorancën aktuale ishte sfumuar, pra kishte psuar një rënje e cila reflektonte në këtë moment. Madje kishte periudha kur vetë kreu i mazhorancës, pra zoti Rama, në një moment solli argumenta të ndryshme, solli të tjera element që u bën që u vendosën në qendër të debatit të opinionit publik shqiptar dhe lidhet me atë që shtetet caktuara pra nuk ishin dashamirëse për atë që lidhet me ecurinë e mëtejshme të integrimit në Bashkimin Evropian. Por atëherë kur shumë kush pra nuk e priste, ndodhi ajo që jemi duke diskutuar, pra që kaloi raporti i bar, i cili është fakt raporti i vlerësimit të përkohshëm të standardeve të demokracisë, të drejtësisë, të drejtave të njerëzit, pra që janë pjesë e kapitullit të 23 në kapitullit pra të negociatave për në Bashkimin Evropian. Është një moment që në këndvështrimin tuaj përbën një aspekt pozitiv nga ana e mazhorancës e qeverisjes, apo është një moment i cili reflekton të kundërtën pra atë që në fakt edhe ka thënë zoti Berisha në dy prononcimet e veta dje dhe sot, pra që ka të bëjë me rikonceptimin e kritereve të cilat i atribuohen pra mazhorancës në rrugtimin e saj pra drejt Bashkimit Evropian. Kam parasysh dhe anën tjetër, pra atë që zoti Berisha thot dhe e artikuloi sot në konferencën e vet për shtyp, duke shprehur se ishin bërë 32 ndërhyrje, nga të cilat 14 ishin tërësisht të reja, pra në raportin i bar, dhe që do të thotë pra që mazhoranca tashmë është në goditjen e drejt për drejt, në vëzhgimin e drejt për drejt të Brukselit në përmbushjen e kritereve të antarësimit. Nikola, e nisim me ty, me qenë larg. Atëherë, raporti i barit është raport i ndërmjetëm që bëhet për vendet të cilat janë në një fazë të caktuar të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, siç është Shqipëria apo Malizi. Malizi, duhet të theksojmë këtu, e ka miratuar i barin kohë më përpara. Pra Malizi është ai që quhet frontrunneri, pra i pari i listës së vendeve të cilat janë në këtë proces të integrimit dhe është më i avancuar sepse ka krijuar dhe një grup pune për traktatin e aderimit në Bashkimin Evropian, një grup të përbashkët pune me Bashkimin Evropian. Grupi punës Koela, i cili duhet të miratonte i barin, ka 3-4 muaj që punon për këtë dhe nuk gjendet miratimi mes vendeve anëtare, nuk gjendej miratimi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka probleme të rëndësishme, thelbësore për atë që quhet grup kapitulli i parë, që është më i rëndësishmi, që hapet i pari dhe mbyllet i fundit, që quhen themelorët. Që është shtetisë së drejtës, ndarja e pushtetit, korrupsioni, PPP. Po kjo do jetë objekt i vazhdueshëm. Çështja është që nëse në shkurt ishte një raport i caktuar që përshëndeste në tekstin e shkruar, përshëndeste progresin e Shqipërisë të tjerë me radhë, paraqiste një situatë e cila ishte larg realitetit për Shqipërinë, raporti që kemi i miratuar tani në maj, në fund të majit, është shumë herë më i ashpër se sa raporti i shkurtit. Për shembull, në këtë raport pritet për korrupsionin jo vetëm si një shqetësim i thjeshtë, por si një shqetësim, fjala e përdorur është krucial, pra një shqetësim thelbësor, po themi,
Dhe referohem këtu faktit që në Transparency International në rankim Shqipëria ka rënë në 11 vende në rankim për sa i përket korrupsionit në vetëm një vit. Imagjinoni çfarë situate korrupsioni është dhe ngritur edhe nga përfaqësues të Bashkimit Evropian apo të Parlamentit Evropian edhe në misionet faktmbledhëse këtu, dhe kanë ardhur 2 misione faktmbledhëse, një nga Partitë Kombëtare Evropiane dhe një nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian, që kanë ngritur të njëjtat shqetësime. Pra, më në fund ka një ndërgjegjësim të Bashkimit Evropian për situatën reale këtu, dhe janë disa rezoluta, është raporti i Barit e tjerë të cilët thonë të njëjtën gjë. E para për korrupsionin, lufta ndaj krimit të organizuar dhe karteleve që është bërë një shqetësim, jo vetëm për Bashkimin Evropian, por dhe për Departamentin e Shtetit. Janë disa raporte të Departamentit e Shtetit dhe çdo qytetar që na ndjek mund ta verifikojë fare lehtë në faqen e dash në seksionin për Shqipërinë, sepse Shqipëria thuhet aty është bërë një korridor i rëndësishëm i trafikimit të kokainës dhe të heroinës që nuk ka qenë më përpara. Një shqetësim i tillë. Kemi parë probleme me kanabisin, por tani është kokaina dhe heroina që shkon në vendet e Bashkimit Evropian, shkon në Shtetet e Bashkuara, së bashku me kartelet e Amerikës Latine apo kartelet të tjera. Dhe më pas këto vinë dhe pastrohen parat nga ky trafikim, vinë dhe pastrohen në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Dhe sërish kjo përmendet në këto raporte, sidomos në raportet e Departamentit të Shtetit. Ky është një shqetësim tjetër. Një shqetësim i ngritur nga raporti i Barit është për sa i përket sjelljes së mazhorancës dhe të qeverisë ndaj strukturave të drejtësisë së re, SPAK-ut për shembull. Madje raporti shpreh i keqardhur për disa vendime të Parlamentit të Shqipërisë dhe këtu i referohet imunitetit. E përmendur specifikisht çështja e imunitetit në raport. Nuk besoj se imunitetin e ka pasur për ju ose për mua, po çështja e imunitetit ka qenë për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. E përmendur dhe nga kryetari i Komisionit të Jashtëm. Refuzimi i parë i KN-s me atë që po pa diskutim, kryetari i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian David McAllister në Tiranë, kur u zhvillua misioni i tyre faktmbledhës, tha: çështja Balluku është një test kritik për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Dhe kjo gjë u vërtetua. Fakti që mazhoranca socialiste e mori në një mbrojtje politike deputeten Balluku dhe zëvendës kryeministren në atë kohë, tregon që kjo bllokoi ose ngadalsoi ndjeshëm procesin e integrimit dhe kjo shprehet edhe në raportin e Ibarit. Pra janë disa aspekte thelbësore, respektimet e vendimeve të gjykatës kushtetuese, për shembull, përmendet në Ibar. Po mazhoranca aktuale nuk ka zbatuar asnjë vendim të rëndësishëm të gjykatës kushtetuese, as për çështjen Xhaçka, as për çështjet e tjera të ngritura nga opozita dhe të çuara në gjykatën kushtetuese, për cilat më pas gjykata ka marrë vendim. Pra janë gjitha këto çështje të mënyrës së funksionimit të ndarjes së pushteteve, të korrupsionit, të krimit të organizuar, të problemeve me prokurimet, që integriteti i cilave ka rënë ndjeshëm në krahasim me 2013 me gati 20 pikë, sipas vetë raporteve të institucioneve të Bashkimit Evropian. Pra janë të gjitha çështje të cilat shqetësojnë qytetarët shqiptar, i kanë ngritur opozita vazhdimisht dhe në takimet që kemi bërë me ndërkombëtarët janë ngritur dhe diskutuar gjerësisht këto. Ata kanë ardhur në Shqipëri, i kanë parë vetë me sytë e tyre dhe në takime përtej opozitës, me grupe të ndryshme interesi, dhe ky raport, ashtu si rezoluta e Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian 2 javë përpara, vërtetojnë pikërisht këto shqetësime. Atëherë kalojmë tek paneli, po. Atëherë, unë kisha diçka, unë besoj që ky është fillimi i fundit i qeverisë Rama dhe i Ramës si kryeministër. Pra jo fillimi i fundit ose i mbylljes së negociatave? Rama është në ikje, nuk kanë lidhje me negociatat. Raporti që ka dalë është një raport i nxirr, le ta themi, të gjitha ata që dha zoti Kedhi janë të drejta. Unë nuk e kam parë me detaje, po e kam kaluar si përfaqësore. Është një raport i nxirr me kushte më të forta se sa pjesa e parë. Pika kryesore e raportit është korrupsioni dhe krimi organizuar. Në momentin që në raport thuhet të luftuhet korrupsioni dhe krimi organizuar, komplet skema dhe strategjia e Ramës bie. Ne shikojmë që zoti Rama është në agoni politike, edhe lëvizjet e tij jashtë Shqipërisë, po i shikojmë që i bën në mënyrë të çrregullt, Kore e Jugut, Japoni, Izrael. Ka sjell argumente për këtë lëvizje. Ka sjell argumente. Rama po kërkon mbështetje politike në ato vende që s'ka qenë, sepse në çdo vend është mbyllur dera. Rama e ka marrë kryqin, raporti do jetë akoma më i vështirë, të gjitha kushtet që do vihen te raporti, të gjitha gjërat që janë
për të mbyllur, o le të themi, për të mbyllur ato grup kapitujt ose si funksionon nga Ndërkohë, ana. në 26 pra të martën kemi konferencën ndërqeveritare Po në e Bashkimit Evropian. në 26, në 30, në 15 qershor, kur të doni, Rama e ka marrë rrugën tani. Mos merrem me këto konferenca, mos i bëjmë shokot Ramës, se Rama duhet ikte një ditë më përpara, duhet kishte ikur shumë kohë më përpara. Fatkeqësia e Shqipërisë që Rama po qëndron akoma në pushtet, sepse do ta shikonin shumë shpejt që pavarësisht që ai e pompon këtë hapjen e këtij raporti apo këtë raport si një gjë pozitive, ky raport është gjëja më negative që i ka ndodhur atij ndonjëherë në gjithë këto 13 vite qeverisë. Kështu që unë besoj, ta mbaroj, se unë e di që sa herë që u shaj Ramën juve shqetësoheni, por unë do ta vazhdoj. Po i fuzoni çfarë tani që të kënaqesh. Jo ne, shqetësimin tuaj, kështu që unë mendoj që është fatkeqësi e shqiptarëve sepse është fatkeqësi e shqiptarëve sepse negociatat ne duhet i kishim hapur që në 2013-ën, kur kishim vetëm 3 kushte, dhe ato 3 kushte ka qenë vetë zoti Rama në 2013-ën që i ka penguar që mos të hyni. Ne në BE duhet ishim minimalisht 2017-2018. Gjithsesi, do durojmë të shikojmë dhe fundin e Ramës, do durojmë të shikojmë dhe BE-n, po unë besoj që e vetmja fort që do ta fus Shqipëri në BE do jetë Partia Demokratike dhe gjitha forcat opozitare. Çfarë kishe parasysh? Plotësisht dakord. Më lart. Nikola, ndërkohë kemi Mondi po? Përgjigjen e saj do ma japësh pak më vonë. Okej. Unë raportin sadoherë ta lexoj nuk e kuptoj, sepse nuk e njoh gjuhën diplomatike. Dhe nuk jam në gjendje të vlerësoj çdo fjalë, sepse janë relative ato. Një qëndrim të caktuar, diplomatët mund ta shprehin në 5 mënyra. Unë nuk jam në gjendje të bëj diferencën. Çfarë peshe ka kjo fjalë dhe ekuivalentja e kësaj fjale, çfarë peshe do kishte. Unë pash entuziazëm të Rama dhe të tjerë, ku tha me gjithë molotovët, lëndët piroteknike që përdorën këta e tjerë, nuk ja arritën dot. Gjua metaforike që Rama përdor sa herë. Kishe parasysh këta, Nikolën, këtë dhe të tjerët që. Ne ja arritëm dhe ku diun, pash një frymë entuziazmi dhe optimizmi se në atë takimin do të çelet rruga Shqipërisë. Unë nuk e di se Nikola, qa konsiderohet hapje e negociatave të ai takimi? Qa fraze duhet të dalë aty që të konsiderohet sukses? Jo, negociatat janë hapur. Konferencën të 26. Ndërqeveritare. Jo, konferenca është në vazhdën e konferencave. Konferenca është në vazhdën e konferencave ndërqeveritare që janë bërë mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ai është proces teknik pastaj që vazhdon. Çfarë pritet? Do shikojnë pikërisht. Do ketë një qëndrim zyrtar pas konferencës? Po jo, qëndrimi është ky. Qëndrimi është validimi i qëndrimit të IBAR-it. IBAR-i është dokumentin i vlerësimit të ecurisë të Shqipërisë në këtë proces. Është i ndërmjetëm, nuk është final, sepse vazhdon. Nuk është se Rama e quajti sukses këtë deklaratën e tanishme? Sepse jep mund. Tani Rama vazhdon propagandën e vet. Po, një koment kam se mjafton që nuk e di, të lexosh vetëm disa pjesë aty, këto që ju thash unë janë fragmente të raportit. Unë nuk e di se si një njeri normal, me logjik, që lexon të thotë që ky është lajm i mirë. Se aty është një Shqipëri që mua më vjen shumë keq, që është kjo Shqipëri e pasqyruar aty. Dhe mendoj se ne ndajmë këtë shqetësim të përbashkët, që është një fatkeqësi që Shqipëria sot përflitet si korridor trafikimi kokaine dhe heroine, ose që flitet si një vend super i korruptuar, etj. me radhë. Sukses është ai Mari të Zi, që ka miratuar IBAR-in 2 vite përpara, e miratoi sërish raportin tjetër të ndërmjetëm dhe ka krijuar grupin e negocimit për traktatin e aderimit. Pas kësaj teme, për çfarë do flasim ne? Më fal që kemi ambasadorin amerikan në Tiranë. Atëre, në lidhje me këtë, se thash nuk jam ekspert që të lexoj gjuhën diplomatike. Nuk do kalojmë te temë tret, do mbyllim mirë këtë, pastaj. Pra të mbyllim këtë, po të them diçka. Me që e kishim te zgjedhja, tek ajo që tha Gjergji që ajo partia jon e këtyre opozita do ta përfundoj procesin e tjerë. Po ne prandaj jemi këtu që të bëjmë atë punë. Jo, ja po themi tjetër. Do merreshim me bujqësi. Mirë. Ja t'ju ndihmoj çikun kështu me logjik që të keni dhe ju një ide të qartë mbi atë që ju pret. Tash duhet jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që në zgjedhjet e vitit të kaluar, ju po të drejtohem ty Nikola, ju prisnit që të vinte një qëndrim i qartë
nga Amerika kundër qeverisë. Sidomos pas asaj që bët me Laçivitën. Jemi dakord këtu? Që ka ardhur. Po, e prisnim dhe erdhi një qëndrim i qartë. E prisnit përpara zgjedhjeve ju atë, që të goditej Rama. Tani unë po them këtë gjë. Kanë qarkulluar këto kohë opinione, apo fjalë se Berishës mund t'i hiqet non grata. Po e konsideroj që është e vërtet. Në fakt, unë po e avancoj qikë dhe them që maksimumi që mund të bënte, ose që mund të prisnit ju nga Amerika, do ishte që atë non gratën e Saliut, pasi t'ja hiqni Saliut, t'ja vini Ramës. Dhe kjo do ishte një guri fort për t'ju treguar juve dhe gjithë opinionit që ne jemi për Partinë Demokratike, që të mbylli Partia Demokratike, si shta Gjergji atë procesin. Rama do iki në rastin më të parë. Jo, e di se e themun atë, se ne kemi eksperiencë me atë punë, ne u futëm në NATO, ne hapëm... Po ju, edhe unë ashtu them, ju do ta bëni. Po prit në Këshillin e Europës. Prit tani. Në Këshillin e Europës, Prit. tani ne nuk Europës në OSBE. Jo, mor jo, ju i keni meritat. Po ashtu flet për ju. Do dal diku tjetër. Çdo arritje e integrimit evropian të Shqipërisë është bërë Është e juaja. të doja që është e vërteta. Jo, është fakt historik. Po nuk e kundërshtoj Ka këtë. përkuar me kone Ja nuk e bëdës, thënë jo gjë se tjetër. është në një arritje Se madhe. ta sot thoshin NATO për shembull, se është haruar kjo gjë, kur bëj integrimin në NATO. E po mirë, ja unë jam socialist, Në dhe jam NATO nuk dakord ka që ju i keni deruar. bërë këto. Nuk ka Tani po deruar them në të NATO për merita të veçanta. Në NATO na qasën që Po vajtë. prit, po pse po në BE nuk do na qasin për këto arsyene? I bie të dalësh me 10 kur ke marrë vetëm 4. Po prit mos se dje se partje merë. Nuk është grup qokash. Ja u njohim meritat, ju a njohim meritat. Tani e kam diku Po pa tjetër. diskutim. Do me thënë, merës dje ose partje tha që do fusim dhe Ukrajinën. Dakor? Dhe Ukrajina nuk futet se plotson grup kapitujt. Tjetër histori Ukrainë. Po tjetër histori ishte Ballkani. Jo geostrategjike tani. Po geostrategjik jemi të Do të një argument tjetër pak më vonë në këtë Dhe radhë. po them të gjë. Këtu ku ndaloj zoti Bejti, sepse është shumë e rëndësishme kjo gjë. Ne e kemi thënë gjithmonë dhe ka thënë dhe Bashkimi Evropian, Shqipëria nuk plotson asnjë kriter tjetër përveç kriterit gjeopolitik. Të jemi realist. Por kanë thënë procesi i integrimit në bashkimin në procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, thot Bashkimi Evropian, edhe në raportin e Ibarit, po dhe në rezolutën e AFET-it, e Komisionit i Jashtëm, të Parlamentit Evropian, duhet të jetë i bazuar në merit. Çdo të thot, arritje standardesh, kaq e thjesht. Integrimi në Bashkimin Evropian nuk është një checklist që ti miratove këto ligje dhe u fute. Do duhet të arrish standarde dhe ne si qytetar shqiptar, si qytetar vlonjat, do duhet të kërkojmë arritjen e standardeve për veten tonë, jo si detyra shtëpie. Pra e zëm se do shpallet Rama non grata, ky është maksimumi që mund të bëj për ju Laçivita. Jo, Ramën ne do ta Po jo, çojmë. Po pritno me lini ta mbaroj se Njëri tjetrin mos ta. lini ta mbaroj. Vazhdo Monti. Dhe ju e dini mirë që në fund pra do vemi te kutia. Pyetja ime e shkurtër është, a mendoni që me Berishën në krye ju do e gjeni fuqinë të bashkoheni? Se pa u bashkuar jeni të humbur. Edhe të bashkuar e keni të vështirë. Imagjino të përçar. Kjo është pyetja ime. Ne mendojmë, po ne jemi të bindur që Partia Demokratike nëse bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme i fiton zgjedhjet. Për këtë nuk ka absolutisht asnjë dyshim. Po si kur të mos bëhen të lira dhe të ndershme, si do bëni ju? Po ne këtë betejë po bëjmë, që të jenë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Betejja për të sensibilizuar qytetarët, Te keni bërë prej vitesh ju. Dhe pra përfundoni një bashkohuni dhe ju në këtë betejën tonë, ai të bëhemi së bashku si shoqëri shqiptare, ju ushtrojmë presion në këtë moment kritik që është vendi, ju ushtrojmë presion kryeministrit, qeverisë në mënyrë që të bëhet qeveria teknike, të qëndrojmë me identitetin tonë siç jemi grupe të ndryshme, po ama të punojmë për të njëjtën kauzë. Mos të merremi me çdo miq që kalon në PD, ku qëndrojnë në stupin e cilit reformën zgjedhore. Do ta pranoni atë pragun 4% apo do ta ulni? Ai ka qenë një propozim i partive të vogla, ka ardhur nga Shqipëria Bëhet, nga partia Zotit Shehi, gjithashtu në mos gaboj, pra kanë qenë partitë e vogla që i kanë propozuar Partisë Demokratike dhe aleatëve tradicional. Po Partia Demokratike ka pranuar proporcional kombëtar me pragun. Nuk besoj se është një
kriter një kusht i pa negociueshëm, kjo e pragu, do duhet parë në tryezën e partive politike nëse do dalim me këtë version final. Partia Demokratike ka bërë këtë, që ka thënë ne në reformën zgjedhore nuk do dalim me një qëndrim tonin, por do dalim me një qëndrim të një grupimi sa më të madh të mundshëm të partive politike opozitare, ku të gjithë të kenë zërin e tyre dhe ky zë të shprehet dhe në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore. Ilir, doja t'i rikthesha prap për publikun, do me thënë një sqarim në lidhje me këtë proces që na pret për vlerësim, dhe duhet të themi që ky proces ka rreth 35 kapituj, që janë të grupuar në 6 grup kapituj. Dhe të gjithë kapitujt janë hapur, por pa u përmbushur kapitulli 23 dhe 24, një është për gjyqësorin dhe të drejta themelore, kurse kapitulli 24 është drejtësia, liria dhe siguria, nuk mund të mbyllen dot kapitujt e tjerë. Nga ky raport që ne është grupi bazë, grupi 1. Pikërisht. Nga ky raport që ne lexojmë ose na është lexuar, ne kuptojmë që faktikisht nuk është mbyllur asnjë kapitull, dhe po presim dhe një raport final tani që është po pikërisht, po nga ky raport kuptojmë që s'ka për të mbyllur asnjë, sepse ishte shumë i përkeqësuar në krahasim me atë që është thënë më përpara që ka pas arritje, është ulur pa korrupsion e gjitha. Tani dolën më hapur akoma, paçka se u mbyll si raporti i Bari dhe i kalon një, si thuaç, një raporti final që është grupi Koper. I ambasadorëve. Dhe pritet pastaj do të jetë miratuar sot, besoj, Nikola, sepse sot mbledhjen, mos gaboj. Jo. 22 mari ishte. Nuk është miratuar. Sot miratohet kjo i Koelës. Po pra, i Barit i kalohet grupin në mbledhjen e ambasadorëve në të antarëve të BE-s. Koeper. Po pra. Bëhet fjalë për raportin e ndërmjetën gjithmonë. Pikërisht pra, këtë kam parasysh edhe unë. Jo, grupi do japi raportin final. Po pra, por në aspektin procedurial. Nëse vazhdojmë. Kështu që mendoj se ne kemi bërë regres. Ne kemi bërë regres qoftë me reformat, qoftë me përmbushjen e programe që janë lënë detyra nga BE-ja, dhe mendoj që duhet shumë e vështirë që të ecim përpara me këtë ritëm. Prandaj duhet vim ne pra, ja thash më përpara. Ndërkohë që kemi një fakt kokfort që ka të bëjë pra me konferencën e 8 antarësimit të Shqipërisë në 26 maj në Bruksel, pra konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE-s, për të kapërcyer atë fazë që quhet takimi, në këtë takim pra do të konfirmohet përmbushja e standardeve, ose pritet konfirmohet përmbushja e standardeve të ndërmjetme nga Shqipëria për të vendosur standardet përmbyllëse për grupin bazë, pra atë që thash pak më lart. Apo jo Nikola? Atëherë, kalojmë. Po pritet të diskutojnë këto çështje që ngre raporti i Barit, domethënë se këto janë çështjet kryesore. Duhet të kemi parasysh këtë gjë. Shqipëria nuk bën përpara nëse nuk adreson çështjet që ngrinte raporti i Barit. Është kaq e thjeshtë, edhe për qytetarët që na ndjekin. Nëse ne nuk adresojmë çështjet e korrupsionit, luftës ndaj krimit të organizuar, karteleve, ndarjes së pushteteve, respektimit vendimeve të gjykatës, hapësirës së opozitës etj. Me radhë, Shqipëria nuk ka për të bërë përpara. Kjo është me një fjali gjithë situata. A nuk duket se ka një lloj zbutjeje në atë që përbën pra raportin e bashkëpunimit mes mazhorancës dhe opozitës? Kam parasysh këtu miratimin javën e kaluar të rezolutës me 114 vota të rezolutës për antarësimin në BE, pra ku dhe opozita u angazhua maksimalisht, pra kishte vetëm një abstenim dhe pjesa tjetër e antarëve e deputetëve të pranishëm në Kuvendin e Shqipërisë, pra miratoi me shumicë atë dokument që nuk ishte ndodhur prej të paktën 2016 pas asaj nate të famshme të 21 korrikut kur u miratua pra reforma në drejtësi. Ndërkohë që një ditë më parë kemi dhe miratimin e rregullores po me konsensus, pavarësisht ndonjë qëndrimi paksa të ndryshëm të me konsensus ishte ai. Opozitës, por si ishte konsensus. Pra nuk kemi një zbutje të klimës politike pas këtij momenti mes pozitës dhe opozitës në Shqipëri. Jo, nuk kemi, mua sërish më vjen shumë mirë që ju e ngrini këtë, sepse kemi mundësinë që sërish të shbëjmë propagandën e madhe që është hedhur këto ditë në tregun mediatik. Pra ky është fakt. Jo,
them, propaganda ka bërë atë që di të bëj më mirë, domethënë kjo qeveri për të shtrëmbëruar faktet. Tani, ajo që ka ndodhur javën e kaluar dhe ajo që ka ndodhur këtë javë. Po nis me javën e kaluar, miratimi rezolutës, ka ndodhur një gjë shumë e thjeshtë. Për shkak të presionit të ndërkombëtarëve, për shkak se Shqipëria ishte sërish me vështirësi për të kaluar raportin e Ibarit nga grupi punës Poela, por edhe për shkak të, dhe unë të dua ta them, edhe për demokratët që na dëgjojnë, edhe për shkak të presionit të brendshëm që vjen, jo vetëm presionit jashtëm, por edhe presionit të brendshëm nga protestat e vazhdueshme të demokratëve, të qytetarëve të lirë të Republikës së Shqipërisë, që ngren zërin e tyre aty ku vërtet ka rëndësi në shesh, u detyrua majoranca socialiste që të ulej në tavolinë dhe të pranonte draftin që kishte përgatitur Partia Demokratike dhe Partitë Aleate. Ishte një grup negociator më pas nga PD-ja, një grup negociator nga PS-ja, nga Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit të Shqipërisë, por u hodh poshtë drafti i Partisë Socialiste dhe u punua mbi draftin e Partisë Demokratike. Unë të jem shumë i sinqert me ju, kisha një skepticizëm shumë të madh që ky në fund do miratojë dhe do kalojë, sepse nuk e di se si Partia Socialiste mund të kalonte një draft të tillë që po themi përfshinte të gjithë shqetësimet e ngritura nga opozita për zgjedhjet e vitit kaluar, raportin e OSBE-Odirit i referoi raportit të AFET-it të Komisionit i Jashtëm Parlamentit Evropian. Pra të gjithë shqetësimet tona ishin aty në atë dokument që tregonte realitetin ashtu siç është i nxirr fatkeqësisht për ne. Ndaj u pranua fal këtij presioni, u pranua drafti i opozitës, u mbajtën rreth 90% të propozimeve të opozitës dhe ky u votua në parlament. Për sa i përket rregullore, sërish është një proces. Opozita u vlerësua pra si një arritje ky moment apo jo? Po tani ky është fakti, unë po ju them faktet se si ka funksionuar, se dëgjoja, shikoja nëpër media ku diun trillime apo fantazi të telefonatave në orët e vona, nuk është asgjë vërtet. Dhe këtë ju a them me përgjegjësi sepse edhe si pjesë si këshilltar i grupit parlamentar, domethënë e di se çfarë pune ka bërë Partia Demokratike, grupi negociator në përgatitjen e draftit e tjerë me radhë dhe presioni në cilin gjendej majoranca nga ndërkombëtarët, po siç e thash edhe nga protestat e vazhdueshme që ndodhin këtu brenda. Për sa i përket rregullores që kaloi ditën e djeshme, sërish është një proces i iniciuar nga Partia Demokratike, sepse nëse mbani mend në shtator të vitit kaluar, në nisje të sesionit të ri parlamentar, Partia Socialiste kaloi në mënyrë të njashme ndryshime në rregulloren e kuvendit dhe ndryshoi dhe komisionet parlamentare, duke rritur numrin e tyre, duke i hequr komisionin e integrimit të opozitës, duke e shkryer me komisionin e punëve të jashtme dhe ndryshime të tilla të njëanshme. Partia Demokratike e çoi në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese vendosi pro kërkesës së Partisë Demokratike, duke thënë që edhe pse Partia Socialiste ose një parti politike mund të ketë votat për të ndryshuar rregulloren, rregulloria e parlamentit nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme, nuk është në frymën e kushtetuesës, pra është një vendim antikushtetues. Tani kjo ishte një betejë e Partisë Demokratike, të cilën Partia Demokratike e fitoi. Nuk mundet Partia Demokratike të riqej dhe të thoshte që tash ne e fituam këtë, na e dhanë të drejtën, por ne nuk po ulemi aty që të imponojmë ose të negociojmë për kërkesat tona. Dhe ka dhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme, sepse Partia Socialiste donte të kalonte disa ndryshime në mënyrë të njëanshme sërish, duke shkurtuar kohën e folësve në parlamentet deputetëve që flasin, duke bërë që institucionet të raportonin të gjitha tek Komisioni Xhafa dhe jo në komisione ose në seancë plenare, dhe të gjitha këto u arritën që të pengoheshin, po të mos ishte opozita aty, këto do kalonin dhe më pas do thoshin po ku ishte opozita, pse opozita nuk shkon, po e lë fushën bosh e tjera me radhë. Ne e kemi bërë të qartë që në fillim të këtij sesioni parlamentar që ne nuk kemi për të lënë asnjë centimetër bosh në fushën e betejës, por kemi për të qenë aty për të imponuar sa të mundemi idetë tona dhe ato që ndajnë votuesit tanë, po dhe qytetarët shqiptar në përgjithësi. Kjo është e gjitha, domethënë çfarë ka ndodhur. Një opinion shkurt pra për atë që është nominuar pra si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, pra Eric Wendt. Prezantimin e tij pra në Senat, ato linjat që ai prezantoi, prioritetet, nëse do të miratohet si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, sepse me sa di pra ka dhe një emër tjetër që përflitet se mund të jetë pra si alternativë e zotit Wendt, por gjithsesi pra opinioni yt sa më shkurt që t'jap mundësi pra edhe të shkëputesh për të vazhduar pra aktivitetin tënd politik.
Mua të jemi sinqert, unë e dëgjova raportimin e tij në Senat, në Komisionin e Punëve të Jashtme atje, mu duk një raportim i mirë, më vjen mirë që më në fund kemi të artikuluara në Komisionin e Jashtëm dhe nga i nominuari për ambasador shqetësimet që i kanë qytetarët shqiptarë, se shpesh jemi mësuar që të shikojmë që na vijnë burokratë ose emisar të huaj edhe të blerë në një pjesë të madhe të rasteve dhe të thonë gjëra të cilat jo, të cilat nuk përputhen me prioritetet që kanë shqiptarët këtu. Dhe u thuhet shqiptarët vuajnë këtu, u thuhet që ju jeni shumë mirë. Në këtë rast, pas edhe ndërgjegjësimeve që kanë ndodhur siç e tham në Europë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Wend përsëriti ose renditi këto shqetësime që kemi dhe ne, luftën ndaj karteleve dhe krimit organizuar, që ishte një ndër prioritetet kryesore të tij. Natyrisht forcimin e marrëdhënieve dypalçe, Porto Romanon gjithashtu, një çështje shumë e rëndësishme e ngritur dhe nga ne si Parti Demokratike, ku kishim kompani të lidhura të raportuar dhe në media kjo me oligark rus apo me kompani të sankcionuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shqetësim shumë i madh për partnerët tanë kjo çështje e Porto Romanos dhe portit të Durrësit të Rësi. Pra ishin këto çështje të sigurisë, të karteleve, të korrupsionit, të krimit të organizuar, të cilat ne diskutuam edhe sot së bashku, që i kemi ngritur ne si opozitë tërkohës, por që i kanë shqetësime reale qytetarët shqiptarë këtu. Ndaj, me këto premisa, duke dëgjuar atë që ai tha, mu duk një prezantim i mirë dhe jam relativisht optimist për nominimin e zotit Wend dhe nga ato që kam dëgjuar nga miqtë e mi në Washington. Po të presim dhe të shikojmë aktivitetin e tij këtu. Nikola, të falenderoj dhe të kërkoj ndjes pra që të mbajta më shumë se sa ajo që kishim diskutuar së bashku, por gjithsesi të falenderoj, jam mirënjohës dhe të uroj pra suksese në vijim. Ndërkohë që kthehemi në Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi. Natë e mirë. Natë e mirë, Nikola. Atëherë kthehemi në panel. Mondi, ta filloj me ty. Po. Në këndvështrimin tënd, çfarë të bëri përshtypje në figurën e të nominuarit pra si ambasador i SBA-s në Tiranë? Ne publiku shqiptar, opinioni shqiptar ka pasur kaq shumë pritshmëri zhgënjimi të thellë, ata që shpresonin, domethënë, po me aq kërshëri sa prisim zgjedhjet tona për të marrë vesh se kush do fitonte, me po aq kureshtje dhe optimizëm shpeshherë pritej edhe emërimi i ambasadorit amerikan në Shqipëri, sepse konsiderohej gjithmonë si një figurë hije pranë kryeministrit të Shqipërisë. Unë nuk besoj se në qoftë se negociatat hapen, në qoftë se Nikola tha që është e zymt situata, po për arsye gjeopolitike hapen negociatat e Shqipërisë. Konsiderohet një sukses i merituar i kësaj qeverie që pasaportën e bëri kal beteje të zgjedhjeve? Patjetër, sepse është përmbushje e objektivit që artikuloj pra në fushatën e kaluar. Por ndërkohë jemi tek ambasadori amerikan. Po ja se tash ambasadori amerikan është në unison me europianët. Atëherë ishin 4 prioritetet e zotit Wend, paktën nga ajo që ai artikuloi. Por mua më bëri përshtypje edhe një gjë, ose 2 gjëra realisht. E para njëherë fakti që ai kishte përvojë ose kishte një pjesë të angazhimit të vet ushtarak të lidhur me Shqipërinë, me shqiptarët. Dhe një frazë e tij, pra që shqiptarët, duke u nisur nga ajo që ai kishte njohur, qoftë në Afganistan, kishte parasysh pra trupat speciale, qoftë në Tiranë si funksionar i lartë i NATO-s, kanë karakteristikat e herojët të tyre kombëtar pra Skënderbeut. Janë njerëz të mirë. Pra një gjë. Të bëj një... Nuk duhet shumë romantike, sepse kemi të bëjmë me një ushtarak të asaj të ati kalibri si që është... Ambasador është ai, letjet dhe i Amerikës. Po kemi parë plot karadiosllëqe të ambasadorëve amerikan këtu. Tani ky shallash më serioz i ndër të gjithë. Dhe e dyta kam parasysh një tjetër deklaratë ndoshe të rezervuar gjatë prezantimit të prioriteteve të veta, nëse u emërohet si ambasador në Tiranë, ajo që ai pati si debat me një nga senatorët, Chris Murphy, mos gaboj,
i cili i vuri në dukje diçka që ai e quajti pra një element shumë të rëndësishëm, atë që lidhet me pashmërinë e tij në kushtet e përfaqësimit dhe të nxitjes së biznesit amerikan në Shqipëri. Citoj fjalën ose shprehen që zoti Wend përmendi dhe që tha, pra do të siguroj barazin përpara kushteve ligjore. Në thelb kjo ishte. Sepse deklarata e zotit Murphy lidhej pra me njerëz të afërt ose pjesë të aleancës politike të presidentit, të cilët në rajon pra sipas tij ishin favorizuar pra në biznesin e tyre. Shiko, ma më të rogj i vëmendjen dhe them që vlejti vetëm ajo çfarë ai tha në lidhje me SPAK-un. Ne jemi dakord që SPAK-u është një krijesë amerikane. Jemi dakord me këtë? Patjetër. Dhe evropiane gjithashtu, paq. Po themi amerikane. Dhe kjo do duket, për te ne mund të bëjmë hamendje kotësh. Ja të, po ne do shohim nëse do ndryshoj sjellja e SPAK-ut, pra do bëhet më e vendosur, më e ashpër në goditjen e korrupsionit e tjerë. Them, duhet të bëj një analogji që mbase nuk qëndron, po hajde i kap syri me Ukrainën. Ukraina ka një strukturë antikorrupsion, njësoj si SPAK-u që quhet NABU, dhe që ka bërë ca goditje këto kohë. Duke reflektuar në ca arrestime, goditje kështu, deklarime marrë të pandehur, qoftë dhe në distancë të zyrtarëve të lartë Ukrainës të akuzuar për korrupsion. Dhe analistët e kanë interpretuar goditjet e NABU-t ndaj njerëzve të afërt të Zelenskit si një vullnet amerikan për të dekurajuar Zelenskin dhe për ta detyruar atë që të pranoj të largohet apo të pranoj paqen e kërkuar nga amerikanët. Në të njëjtën mënyrë, them që qëndrimi amerikan ndaj pushtetit, ndaj opozitës, do duket thjesht e qëndrimi i SPAK-ut. Nëse SPAK do ja shpërsoj qëndrimin, atëherë unë them që ky është efekti ambasadorit të ri. Për kundër të tjerave. Atëre, mendoj se... E kështë qef këtë temë? Jo, e kam qef sepse është interesante duke parë... Po shikon interesantën? Rolin e Shqipërisë dhe të ambasadës amerikane në Shqipëri dhe impaktin e saj. Po të vëmë red, do me thënë, në kërkesat e njerëzve që shprehën interesin për të emëruar ambasador në Shqipëri, ishin mbi 20 kërkesa. Kurse për të emëruar për shumë ambasador në Norvegji, për shumë 1 ose 2 kërkesa. Dhe pse mendon se ishte kjo? Gjithsesi, nuk e di çfarë është kjo, do me thënë, preferencë kaq e madhe për të ardhur ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për te i kësaj, do me thënë, roli ambasadorit tu është, mendoj, deri diku tekniko-formal, pasi a i zbaton të gjitha politikat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i presidentit, pra një ambasador Pikërisht. Në një vend caktuar. Por flasim për shembullin amerikan. Duhet të kemi parasysh dhe diçka, sepse ai vërtet bëri raportimin në Komisionin e Jashtëm, por duhet të marri miratimin e Senatit dhe qoftë dhe një vot kundra e një senatori, ai nuk miratohet. Ishte prezantimi i Senat. Dakor, nuk edhe, po pritet miratimi Senatit me votim, po dhe një senator, si kur ta votoj kundra, i bie që ai nuk do aprovohet. Me backgroundin e tij dhe me rolin e tij, qoftë dhe në rajon, qoftë dhe në lindjen e mesme që ai ka pasur shumë eksperiencë, mendojmë se do i sjellë gjëra pozitive Shqipërisë në kryerjen e politikave që edhe ai vetë i shprehur në rolin e sigurisë në Shqipëri, rolin e antikorrupsionit, mbështetjen më tej të SPAK-ut e tjera. Shpresojmë të jetë një lëvizje shumë e mirë për Shqipërinë. Atë para se të kaloj te Gjergji, kujtoj faktin që besoj se është interesant dhe i lidhet me atë që janë aktualisht 6 vende në rajon të cilat nuk kanë përfaqësim në nivel ambasadorësh. Dhe po aq interesant është edhe fakti tjetër, pra që është Shqipëria vendi i parë që diskutohet, nominohet pra një emër me këtë background, me këtë profil që është për ta emëruar pra ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Besoj se është një shembull interesant dhe ky pak interesant sa thotë që ti solle pak më lart, si argumente e lirë, duke që doja të dija mendimin tënd në këtë moment e Gjergji me këtë që unë sapo thash. Shiko, unë do të kisha një qasje tjetër.
Fjala e ambasadorit në Senat për mua ishte e qartë. Pse ishte e qartë? Sepse ai foli spaku, korrupsioni, krimi organizuar, Porto Romano. Pse duhet përmendur Porto Romano në Senatin Amerikan? Do të thotë që është një gjë geostrategjike, pikë kyçe për ata që ka vajtur ky diskutim. Mos gabojmë, ka pas dhe një akuzë për një email që i ka vajtur që do jep një koncesion të gjitha u folë. Kur u anullua pra tenderi i Porto Romano, së forse ishte ndikimi amerikan që u influencojnë vendimin. Unë mendoj që ata janë shumë të qartë dhe prurja e një generali me eksperiencë që të marrë nga pensioni është para përgatitje të një situate të vështirë në luftën kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar. Mos të harrojmë që në vitin 2025 në Tiranë është hapur dhe zyra e derës për Ballkanin. Dhe zyra e derës për Ballkanin do të thotë që situata do vi dhe janë duke bërë intensifikimet shumë gjëra. Kështu që prurë një generali me eksperiencë që ne ja kemi parë në misione shumë delikate dhe me atë eksperiencë që ka nuk është pa qëllim. Dhe ai është shprehur të qartë korrupsioni dhe krimi organizuar. Të themi të drejtën, krimi organizuar në Shqipëri ka dalë jashtë territorit shqiptar dhe trafiku transnacional lidhur me kartelet e drogës të Amerikës Latine, pra ishte me lira të drejtë. Del një ose dy shqiptar që i drejtojnë kartelet. Përveç të korrupsionit, lidhjet politike me krimin, kështu që pse jam optimist ambasadori amerikan? Jam optimist për arsyen e parë një herë që e ka bërë karrierën e tij, ka arritur maksimumin. Nuk është nga ata ambasadorë që vinë, që duhet bëjnë atë lojrat politike dhe presin të rriten. Ai do punoj që të lejë një emër të mirë aty për punën që do bëj këtu. Nuk do punoj që të bëj patriot. Po, do tregohet patriot karshi Amerikës, po edhe karshi shtetit të cilin është caktuar. Kështu që unë mendoj që është pozitive që ai ka arritur maksimumin e karrierës dhe nuk do jetë pjesë e këtyre lojrave për të bërë një karrierë tjetër në departament shtetit apo një gjë tjetër. Edhe prezantimi i tij para Senat, atë kishte në thelb paktën që ajo që lidheshin gjithçka që lidhej me interesat e Amerikës ishte ngushtësisht e lidhur dhe me prosperitetin dhe zhvillimin e Shqipërisë. Unë besoj që miratimi i tij në Senat do bëhet, sepse ato janë strategji politike, strategji kombëtare, që nuk është se Senati do ta cënojë, dhe me ardhjen e këtij ambasadori, besoj që do ketë një ndryshim, shpresojmë që të ketë një ndryshim për mirë, por ajo do reflektohet që në muajt e parë, në muajt e dytë të ardhjes së tij do shikojnë si do reagojë politika, si do reagojnë të gjithë faktorët. Kështu që pozitive është dhe nuk besoj që Senati do ta pengojë ardhjen e ambasadorit duke pasur parasysh profilin e tij që është jashtë politikës. Atje ku është, po është një general karriere, është në pension dhe e justifikojnë me faktin për histori të tjera të sigurisë kombëtare që ata i dinë dhe ai përmendi. Dhe të vërtetuar mes rreshtave, pra ai i mësonte ose i mësoi të paktën 2-3 herë punës së mirë të spakut, e vlerësoi. Por ama kishte momente që ai citonte shtypin dhe jo atë që lidhet drejt për drejt me informacionin e tij në raport me realitetin. Unë mendoj që ai Skënderbeu atë kishte nga vetja. Ai Skënderbeu ne kishte nga vetja. Kishte qoftë në Afganistan me trupa speciale shqiptare, po qoftë edhe në Tiranë si shef i NATO. Nuk e përmendi pa qëllim, po ne e dimë historinë e Skënderbeut. Skënderbeu ka ardhur në Shqipëri për ta çliruar Shqipërinë ato vite me Turqi. Kështu që e thani një simbolik tjetër që unë po vi si Skënderbeu të shpëtoj nga e keqja që keni aty brenda. Po mondi këtë metaforë që solli në vëmendje Gjergji? Po jam ato thash janë gjëra romantike ato, se plak është ai edhe romantik është. Nuk e di më, nuk shko tash që. Nuk është kaq plak, ëse. Flasim për një njerëz i cili plak jam dhe unë, po është më shumë se unë plak. Shikoj ka edhe një element tjetër, është ai 2 metra, kështu që po menduat që ai ka do vi me kallash me pra klubit gjatë bazuka këtu të çit. Dhe ishte bukur ajo deklarata e senatores, zbultohet emri tani, pra në klubin e gjatëve kishte parasysh edhe Ramën, ato ta shikosh në sy, edhe Vučić. Klubi i gjatë ai ishte kjo. Pra duke patur parasysh që do e shikosh pjesën fizike. Ajo japonezja sot 1,5 metra ishte, po e la 2 metroshin keq atje. Mos i masin burrat me metra. Burrat nuk maten as me metra as me kile. Shkalla e melonit. Ishte shpreh metaforike. Mirë, ishin tek metrat, tash burrat 2 metra. Tash ata që kanë ardhur këtu. Klubi i gjatëve. Dhe kanë zhgënjur ca pritshmëri të ca njerëzve
Nuk e kam pasur defektin se ishin të shkurtër, apo ishin gjysë të gjatë, apo ishin çik më të gjatë. Do thua se shembullin Napoleon Bonapartit. Po jo, mori, nuk kam fare shembull unë. Unë thash, Yuri burrat Kina, nuk Yuri maten Kina. as me metra as me kile. Ky që po vjen, nuk do vi si ushtarak këtu, se s'do komandoj trupat e ambasadës që do sulmojnë e do çlirojnë ndonjë gjë. Ai është ambasador për të sjell politikën e jashtme amerikane në raport me Shqipërinë. Le të bëhet këtu korrupsion i dynjas, le të bëhet, ne jemi vendi i deklaruar më pro-amerikan në botë, rajon e tjera. Shko, në aktivitetin Amerikanët nuk ishin dakord me procedurën e Porto Romanos. Një telefon, Raja anulloi Rama. Si urdhon? Këto janë hipoteza, gjithsesi këto janë ato që ne Pse themi. kush e anulloi unë? Ti. Jo, nuk. Po ai që nisi, ai e bitisi. Iku e punë. E zurin goj Porto Romanon ai. Do bëhet çfarë duan amerikanët. Do vetë Rama ai. Këtë nuk do ta bëj siç e kishe menduar. Këtë si urdhroni, thot Rama. Me vdekur, s'ka dyshime për këtë. Si urdhron. Siç i kanë thënë ata Tani të kush tjerët para problemi? Ramës. Korrupsioni kush e bën? E bën opozita apo qeveria? E bën qeveria, teorikisht. Në qoftë se i ka ndërmend ta ashpërsoj. Përgjegjësia e opozita, nëse ka korrupsion në një vend të caktuar apo jo, përgjegjësi pavarësisht të peshës që Na bëhet ti si ai tani që mund tha ta e kemi mbajnë fajin këmbë. ne që vinë në qeverisje njerëz si Spiropali, e kemi në studios. Do duket te spaku, kaq mbyllet te spaku historia. Po. Qofse spaku, po ja fuskotun tani, unë nuk i uroj keq askujt, po. Qofse spaku do e rifilloj luftën kundër Ballukut, është ky generali që e ka nisur. Dhe në fakt duhet të thënë dhe pjesa tjetër paq interesante që ka punuar për një periudhë mos gaboj në departamentin e shtetit si dërguar special koordinator pra në lindjen e mesme marrëdhëniet me Izraelin. Izrael dhe Liban. Pra është një figurë e cila përmbledh vetë Ka ato goxha dimensione besoj eksperiencë se diplomatike. përmbusen dhe përshtaten me politikën amerikane, me interesat amerikane në Shqipëri. Ndodhur të vi këtu, po vajtit e Rama i tregon një kartë. Atëre, ju falenderoj miq, ju falenderoj Gjergji, Mondi, Ilir dhe Nikola sigurisht. Ky ishte Fusion për sot, natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit atyre. Kontradiktori ishte me vetën. Kontradiktor me vetën, po shumë i ndrydhur.